Lidhja e odave ekonomike, një nga komunitetet më të mëdha të biznesit në vend, ka qenë bashkëpunëtore dhe organizatore në bashkimin e kartelit të 4 jetëve të mëdha të marketeve dhe ka dhënë të dhëna të rreme dhe të paplota. Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës e ka gjobitur odën për kundërvajtje, e cila duhet të paguajë 0.87% të ardhurave të vitit 2024. Sipas përllogaritjeve të televizionit 21, lidhja e odave ekonomike duhet të paguajë gjop prej 100.000 denarësh ose rreth 1.600 euro. Komisioni ka filluar procedurën ndaj lidhjes së odave ekonomike dhe ndaj 4 jetëve të mëdha të marketeve për shkak të dyshimeve për bashkim në formë karteli, gjë që është rreptësisht e ndaluar sipas nenit 7 të ligjit për mbrojtje të konkurrencës. Drejtori ekzekutiv dhe nënkryetar i odës, në mënyrë të vetëdijshme, kanë dhënë të dhëna të pasakta për rolin e odës dhe personave të saj të autorizuar në organizimin e nënshkrimeve të marrëveshjes së ndaluar kartel ndërmjet 4 jetëve të mëdha të marketeve. Gjatë kontrollit të komunikimit zyrtar është konstatuar se ata kanë pasur rol aktiv në procesin e marrëveshjes dhe në mënyrë të vetëdijshme kanë dhënë të dhëna të pasakta dhe të paplota. Për të shmangur përgjegjësinë për bashkim në kartel, njoftoi Komisioni për mbrojtje të konkurrencës. Nga lidhja e odave ekonomike nuk kemi marrë përgjigje. Në emisionin Biznes 21 në muajin shkurt, pikërisht atë ditë kur komisioni hapi procedurat, kryetari odës Sasho Dukovski mohoi çfarëdo lloj bashkimi. Kartelите se na drugim mesta и тука можеме да преюдицираме што сакаме. А јас ви кажувам дека такво нешто не се случило, не е точно за никакво здружување, никакво договарање, а тоа се надевам дека се надевам дека за многу скоро ќе се докаже неспостапка не. Дефинитивно не. Përllogaritjet e televizionit 21 tregojnë se të ardhurat totale të odës vitin e kaluar kanë qenë mbi 11.4 milion denar, ndërsa gjoba që duhet të paguaj është 100.000 denar ose 1.626 euro. Procedurat ndaj 4 jetëve të marketeve ende po vijojnë. Nëse komisioni arrin të vërtetojë se kanë bashkëpunuar në mënyrë kartel dhe kanë ndikuar në çmim marketet Kam, Tinex, Vero dhe Reptil, mund të ndëshkohen me një maksimum prej 10% të ardhurave. Bëhet fjalë për gjoba që mund të arrijnë edhe në 10 miliona euro.